Çka do të thonë? Çka? O, blero, bre. A knaqen ju të kesh gjiri, me thonë. Jo, për pesone, shumë rrallë keshi. Den me të rëndu edhe personalisht. Den me të shtime një qasi vorbule. Unë e sin hajgare, thash, që kam vyfti mu me marrë pjesë këtë shfaqe e mi shti vetës thirë në kom të shnosh, bull mirë kesh, ta shina pra në depresion. Më së përti me folj, për nanë, më së përti me gajt. Unë e pak dash me lo në nash këtë pjesë, për du me kalu të një pjesë tjetër, për du me vetë qka do me thonë aktrimi për Donike. Se me saj pash do me thonë shumë për ty. Qka do me thonë? Qka? O, blero, bre. Plaga ime, jo, në asë një mënyrë. Po du me menu mirë, që me jep një përgjigje bombastike. Few minutes later, atë shumë few hours later. Few moments later. Aktrimi është, sigur për fëmijët e me që shjo më në hapësira e sigurt, për mu aktrimi është hapësira e me sigurt. Është një vend ku e gjej vetën, jashtëzakonisht shumë. Pëlqen me punu, nuk pritoj kur. Nëse regjisori më këthen 30 herë, unë 30 herë këthena me qef, kur zbona nervoz. Kam qef mi sofistiku gjanat, mi punu deri në detaja, ashtu. Është, kur jem kon e vogël, i kam pas librat, edhe është një farë lundrimi në për një botë që ti e kryon, që realiteti nga njerë din me qenë i vrasht, në problemet e jetës, ose munden me qenë tepër të vrashta, ose tepër monotone, e arti të merë dhe të qërë me një farë udhëtimi fantastik, ashtu. Edhe për mu është një ndjenje mrekullueshme kur i bëj krejt që ato hullumtime, se nuk është ajo njerëzit mujnë me pa sikur një pyetje që ma bëjnë, a knaqen ju të kesh gjiri, me thonë. Jo, për pesone, shumë rrallë keshi. Shumicën e kohës jam të punu, kam qef, do me thonë është një hullumtim, është punë, hullumtimi me qenja njerëzore, me emocionet, me brendësin e njerit, me motivet e njerëzve, me karakteret, edhe krejt që të hullumtim, mandej me marë, e me mirëshnu, si me thonë me vesh, si kur lëkur, që me sjell diçka të vërtet, që publiku me ndje diçka të vërtet. Edhe për mu që krejt që këj proces është fantastik. Të njëjtën kohë sa është fantastik, ka njëherë për një me dherë me të çrregullu, se nuk janë gjithmonë rolet që ka i lujra na komedi. Unë jam ma shumë aktore e teatrit, për ata që nuk e kanë ditë, me më marë civil, me ma këshirë, do dhe shumica e gjanave që janë, aty janë teatr. E di që publiku më njohin kujdesarja që ka shpizë, ose mësusjat e gjyla, ose tash artat e shpia madhe. Po unë jam aktore e teatrit, ma shumë. Edhe nuk ka ndjenjë ma të mirë, se sa kur vjen procesi si proces, do të thonë prej ditës të parë të provave, kur e marr tekstin, edhe jam sikur një fëmijë i vogël i frikësum që çka është kjo, jam me emocionume, egzaltume, kam qef me mësu ma shumë, mandej të shku, procesi intensifikohës, janë nisin ato hullumtimet ma të thella. Shfaqjen e fundit që e punum ishte Psikozë në 448, edhe të Sarah Kane, e ka teksti është që Sarah Kane, e ka bujë Qëndresa Spahiu Regjin. Ka folë për një person me depresion të thellët, për cilën me gjendje psikotike. Edhe mas parit ti si aktore dush me studiu depresionin. Mandej mas depresionit dush me studiu çka është psikoza. Edhe tash qështë do depresiona, do diçka i kena kalu dhe na i na kali. I ke shumë Ishtë diçka që isha ma e familiarizume, për shembull psikoza ishtë diçka për te kuptueshmërisë tam. Ishtë diçka që unë nuk më isha me kuptu kështu, që u dashke hullumtim, me marrë, me këqyr dokumentare, njerëzit. Çka do që gjejsha rreth psikozës, çka kanë folë njerëzit, qysh e shohin ata, qysh janë që ato halucinacione që ata i shohin, që unë me mujtë me qenë sa ma reale në skenë. E mandej kur jemi një qësi procesi, që kjo nuk është limonad, po është, zdi që ka me thonë, një asi kokteli
shumë iron që qatë gjithë shka në to, din me të rëndu edhe personalisht, din me të shtime një qasi vorbulle, unë e si në hajgare, thash, që kam vyfti mu me marë pjesë këtë shfaqe e mi shti vetës thirë në kom të shnosh, bull mirë kesh, ta shina pra në depresion. Kështu që din ka njerë për bajtjet me të marë dhe rrin me ty. Unë menoj që një diçka që e mësën njetë, ma nuk mund është me që mësu. Qka të ndodhë nuk mund është me që ndodhë, kështu që ajo bod pjesë e jotja. Po, se di nuk... Unë nuk me bara me ndu jetën pak. Jo, ti bëllë mirë e tha, aktrim për mu është gjithë shka. Gjithë shka. Kështu që ti e përkufizove super, tjetër është e morë edhe një shambull të nga të regove se qysh ma ndej. Po, ti përmene një 3 role që tha, për mes që aty në njerëzit më shohin që ashtu, cilin për ty në nashta e ke gjetë vetën ma shumë ta, edhe të ka pëlqy pak ma shumë edhe ty. Se në të trajt e kena pa një dënik të ndryshe. Për besë nuk përmenoj që asnjani prej roleve nuk kanë tiparet të mijat ose të karakterit ta. Asnjani. Unë jam krejt ndryshe prej të trijave. Do me thonë, kështu që ke mujtë mu përshtat në ashta me ta ma ndej që me naj pjesë ke thonë që po mëre muna me bo se e një edhe vete me naj pjesë që aty diko nëse jo. Unë ka me bo se ka me bo. Kur rolin të japin, ti ki me marrë dhe ki me bo. A mirë keq, unë ka me bo në mënyrën tam, ka me punu në mënyrën tam. Kështu që normalisht, këti roli unë e mas pari kam ja falë fizikun tam. Ajo me thjeshta. E dyta kam ja falë zanin, kam ja falë edhe disa tiparet karakterit tam. Nuk mëj me thonë që nuk është që kanë qenë role që të fështira, që me thonë, ose sarë me i përpunu edhe normalisht nuk është që na aktorët kena qef pak më livdu, po nuk i bojna na gjonat vetë. Se aty e kena na një skenarist të mrapa që zakonisht vjen edhe të tregon se qysh e ka mendu rolin. Kështu që është një ndim ekstra. E kena mandej një regjisor që i rrin gati që ati realizimi. E kena mandej një partner që të ndihmon, sikur futbolli, që ja gjujnë topin një tjetrit, edhe mandej njëri shuton e jep gol, që ashtu është edhe ajo. Është teamwork, kështu që krejt këto janë ashtu teamwork. Pse pre po foli që shto anglisht në për intervista. I kom thonë anës tam s'ka me folë. Është punë ekipore, nuk është punë që bëhet vetë. Arti është punë ekipore, gjithçka është punë ekipore, për të kështu është halal. Ideat e mira janë prone për bashkët. Edhe nuk bëhen gjanat vetë, kështu që sa ma shumë që ka bashkëpunim, qaq ma mirë ka realizim. Ti e përmene edhe nane, kështu që përdo me ta bu një pyetje edhe për ta. Qka të thëtë kështu kur të shesti aktorë, ose cili është në rol që nashta të ka thonë që qëto e ke bu mas mire? Mirë ball, hajtë. Sa e mirë, moj kjo Rebeka. Jo, unë... Më së përsi me folë, për nanë më së përsi me kojtë, nana jam është muza jam, ajo është një njeri që nuk u dërzu korë dhe... Tash nejse se babës si me të hatri, se cili njeri ka pas një... Mënyra që shumë formu në deri që tash është për shkak njerëzve që i kom pas për rreth. Babën e ka ma shumë mbështetje sa i përket artit, po njëjtën kohë është edhe kritik ma i mirë. Se baba jam është filmagji, të më thënë, është një njeri që këshyrë tepër shumë filma, i analizon, detaje, është edhe kritik ma konstruktiv. Nana jam, të dytë janë kritik, nuk janë asë njëherë kështu pafundësisht të kënaqën, po kur i shoh në biseda me njerëz të tjerë, mënyra qysh folin, e vrej që janë shumë krenar me mu, edhe me një farë mënyrë jam e lumtun që nuk ma thojnë asë njëherë ashtu shumë mirë, se edhe mu ma jap një farë pare hatije që me bu alo ma shumë, me bu alo ma mirë që m'ja u dëshmu alo ma shumë.